Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Quhem mentor, jam 48 vjeç. Kur njerëzit dëgjojnë që jam divorcuar, zakonisht mendojnë menjëherë për tradhti, për një skandal apo për një konflikt të madh që ka shpërthyer mes dy njerëzve. Por e vërteta ime është ndryshe. Martesa ime nuk u prish për një arsye të vetme. Nuk kishte një moment të vetëm dramatik që ndryshoi gjithçka. Ishte një grumbull i gjatë situatash të vogla që me kalimin e viteve filluan të rëndonin gjithnjë e më shumë mbi ne. Unë dhe gruaja ime u njohëm kur unë isha 32 vjeç. Në atë kohë, isha shumë i përqendruar te puna ime. Kisha hapur një biznes të vogël dhe pothuajse gjithë energjia ime shkonte për ta mbajtur në këmbë. Ajo ishte ndryshe nga unë në shumë gjëra. Ishte energjike, sociale dhe gjithmonë kishte dëshirë të bënte plane. I pëlqente të dilte, të takonte njerëz dhe të organizonte gjëra të ndryshme për fundjavë. Në fillim, kjo më dukej shumë tërheqëse. Unë isha më i qetë dhe më i përmbajtur, ndërsa ajo sillte gjallëri në jetën time. Kur dilnim bashkë, ajo gjithmonë kishte histori për të treguar dhe ide për vende të reja ku mund të shkonim. Pas rreth 2 vitesh lidhje vendosëm të martoheshim. Dasma jon ishte e thjeshtë, por shumë e bukur. Kishim pranë familjarë dhe miqtan më të afërt dhe të gjithë na uronin një jetë të gjatë bashkë. Vitet e para të martesës kaluan mirë. Jetonim në një apartament të vogël dhe përpiqeshim të ndërtonim një jetë të qëndrueshme. Shpesh flisnim për planet tona, për shtëpinë që donim të blinim një ditë, për udhëtimet që donim të bënim dhe për jetën që po ndërtonim bashkë. Por me kalimin e kohës filluam të kuptojmë se ritmet tona të jetës ishin shumë të ndryshme. Unë punoja shumë. Kishte ditë kur largohesha nga shtëpia herët në mëngjes dhe kthehesha vonë në darkë. Kur kthehesha në shtëpi, shpesh ndihesha shumë i lodhur. Gjithçka që doja ishte të ulesha pak në qetësi dhe të pushoja. Ajo nga ana tjetër kishte nevojë për më shumë kohë bashkë. Ajo donte të flisnim gjatë për ditën tonë, të planifikonim fundjavën, të dilnim për një shëtitje ose për një darkë. Në fillim përpiqesha ta bëja këtë gjë, dhe shumë herë dilnim bashkë edhe pse unë isha shumë i lodhur. Por me kalimin e viteve, lodhja ime u bë gjithnjë më e madhe. Puna po bëj më vështirë dhe përgjegjësitë po shtoheshin. Ajo më thoshte: "Mentor, më duket sikur nuk kemi më kohë për njëri tjetrin." Në ato momente unë nuk e dija çfarë të thosha. Në mendjen time po bëja gjithçka për familjen tonë. Po punoja shumë për të ndërtuar një jetë më të mirë të dy. Por për të duket se kjo nuk mjaftonte. Ajo donte më shumë praninë time. Donte më shumë biseda, më shumë kohë dhe më shumë afërsi në jetën tonë të përditshme. Mbrëmjet tona filluan të mbusheshin me të njëjtat diskutime. Ajo ndonjëherë më thoshte: "Mentor, nuk dua vetëm një shtëpi apo stabilitet. Dua të ndihem që jemi bashkë." Këto fjalë më bën të mendoj shumë. E dija që në një farë mënyrë ajo kishte të drejtë, por në të njëjtën kohë ndihesha i lodhur dhe i mbi ngarkuar nga përgjegjësitë e jetës. Kjo diferencë mes nesh u bë gjithnjë më e dukshme me kalimin e viteve. Nuk kishte zënka të mëdha apo skena dramatike. Ishte më shumë një ndjenjë vazhdueshme se diçka nuk po funksiononte si më parë. Një mbrëmje ulëm në sallon dhe vendosëm të flasim hapur për gjithçka. Ishte një nga ato bisedat e qeta që ndonjëherë janë më të vështira se një debat i madh. Ajo më tha: "Mendoj se jemi bërë dy njerëz të ndryshëm." Unë qëndrova në heshtje për disa sekonda. Për herë të parë ndjeva se ajo po thoshte diçka të vërtetë. Ne nuk ishim më të njëjtin ritëm jete. Nuk prisnim të njëjtat gjëra nga përditshmëria. Ndonjëherë kjo është më e vështirë se çdo konflikt. Pas disa muajsh reflektimi vendosëm të divorcohemi. Nuk ishte një vendim i lehtë. Kur kalon shumë vite me dikë, një pjesë e jetës tënde lidhet me atë person. Kujtimet, shtëpia, rutina e përditshme, gjithçka është e përbashkët.
por ndonjëherë duhet të pranosh një të vërtetë të vështirë. Edhe kur dy njerëz e respektojnë njëri tjetrin, kjo nuk do të thotë gjithmonë se mund të vazhdojnë të jetojnë bashkë për gjithmonë. Sot kanë kaluar disa vite nga ndarja. Kur e shoh pas gjitha ato periudhë, nuk kam zemërim ndaj saj. Ajo ishte një grua e mirë dhe unë jam i sigurt që edhe ajo mendon të njëjtën gjë për mua. Thjesht ishim dy njerëz që me kalimin e kohës morëm drejtime të ndryshme në jetë. Dhe ndonjëherë, edhe pse është e dhimbshme ta pranosh, ndarja është mënyra e vetme për të gjetur përsëri qetësinë në jetën tënde.